Përshëndetje një dashit, përshëndetje edhe një herë, javë e re, muaj i ri, t'ju uroj një muaj të mbar, t'jetë ndryshe, inshallah do Zoti, t'jetë ndryshe. Si do që t'jetë, juve të 10 ditë të fundit favorizoheni, këtë muaj që vjen, sigurisht, Afrita të takoj Jupiterin nga shenja e Gafores, kështu që bëhet një goxha mundësi, ose krijohet një farë mundësi e goxha e mirë për ju për të sistemuar çështje karriere, por edhe çështje qëndrimi, vendqëndrimi, bashkëtesash e gjërash të tilla, domethënë pra ju stabilizon, ju jep një mundësi për të stabilizuar juve të 10 ditët të fundit. Aty nga fundi muajit pastaj edhe Jupiteri do kalojë në shenjën e Luanit dhe aty fillojnë dhe gjërat më të mira për ju, domos për sa i përket prindërimit, për sa i përket projekteve që keni për të lançuar, për sa i përket jetës që merrni një tjetër lloj hobi dhe shijoni dhe më tepër. Por për nëse keni domethënë çështje të rëndësishme për të sistemuar, mundohuni të sistemoni deri afër fundit të muajit, deri afër datës 29, sepse pastaj Merkuri do të kalojë retrograd. Sido që të jetë, turëm një muaj të mbaj. Atëre, për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së hënë, lajme të cilat ju tregojnë shumë mirë se ndryshon pozicioni juaj, ose se gjithçka kishit kërkuar në të kaluarën, në një pozicion caktuar pune, në një grup shoqëror, një ëndër që deshta realizon dhe nuk u realizua sepse duhet të vinte ky moment që të ecni përpara dhe atje ku po ecni, atje ku po veproni, domethënë, i bie që gjeni ato gjëra që keni kërkuar. Kështu që dita e nesërme, si do thua, bllokon ose jep mundësinë që të zhvillojni apo të kapni atë lloj suksesi atje ku nuk e keni arritur dot deri më tani. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që u tregon se keni humbur mjaftueshëm kohë deri më tani duke menduar dhe stërmenduar situata, duke dhënë mundësi të dyta, nuk e keni më këtë lloj luksi, që do të thotë ndajeni mendjen, kjo është e vetmja mundësi që do ju ofrohet edhe një herë dhe do ta shfrytëzoni, pas kësaj nuk do të ketë mundësi të tjera. Pra keni humbur mjaftueshëm kohë, mos u mbisni më shumë kohë akoma me individ që nuk ja vlejnë, me punë që nuk ja vlejnë, me situata që nuk ju çojnë gjëkundi, me mendime që nuk ju çojnë gjëkundi, ndaj dhe kapni këto mundësitë e fundit që ju ofrohen që të mund të sillni diferencën në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së mërkurë, favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me artin njerë, pikë së pari, dhe si të thuash është ajo dita e përmbushjes, është dita që një ndër juaj ja bëhet realitet, fal edhe punës tuaj dhe përpjekjeve tuaja, po edhe fatit që me sa duket do t'ju çojë drejt realizimit tuaj. Favorizohet shumë puna në grup dhe çfarëdo gjë punohet dhe realizohet në grup dhe së bashku duket se diçka fitojmë. Jeta juaj po ndryshon prej këtej në vazhdim dhe nuk ka për të qenë më njësoj për mirë gjithmonë. Jo për keq, për mirë. Favorizon shumë si përmarrje dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me artin në përgjithësi ose me biznesin. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është ajo dita që sigurisht çfarëdo gjë të dëshironi mund ta bëni, çfarëdo suksesi e dëshironi mund ta kapni, por duket sikur akoma të qartë tamam se çfarë doni dhe çfarë dëshironi nuk e keni. Kështu që të mos çoni kot mundësi që ju ofrohen, mirë do të ishte të harxhoni dhe pak kohë, të saktësoni mirë mendimet tuaja dhe më pas pse jo të veproni. Domethënë, nuk është se do ju vi keq ose do ju dali keq të menduarit, të saksionuarit të ideve, nëse do harxhoni pak kohë për të menduar gjërat më mirë. Përkundrazi, ndërkohë që nëse nxitoni, mund të bëni pishmon për një mundësi që i dhat vetes, por që mund të kishte arritur dhe më mirë, këtë po them. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që mundoni të mos jeni shumë, mundoni të qëndroni larg arrogancës, narcizmit, ju pëlqen vetja, ju pëlqen mendimet tuaja, mirë po nuk po e shikoni tablon ashtu siç duhet, diku po e gënjeni veten dhe po e me vedije po e lejoni veten që të gënjet, të mashtrohet, jo nga të tjerë, por nga vetja juaj. Kështu që nëse do ju duhet të merrni vendime të rëndësishme ditën e premte, merrni mendimet e të tjerëve sepse tuajat ju fusin në telashe, do thosha që është e vërteta, dhe mundoni të qëndroni larg siç u thash arrogancës dhe prepotencës dhe këto gjërave që egocentrizmit, nëse doni ta themi dhe kështu, sepse nuk ju del për mirë. Sidomos nëse keni vendime të rëndësishme për të marrë ditën e premte ose jeni përballë një situate që kërkon mendje të kthjellët dhe të qartë. Aty nuk e di pastaj se t'ja bëni, duke qenë se në botën e ëndrave të çuditërave ju. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë favorizon
Çfarëdo logje ka të bëjë me punën kërkimore, çfarëdo logje ka të bëjë me analizën e një teme të caktuar pa të dalë një konkluzion të caktuar, favorizon çfarëdo bisede dhe konsulte me individ të cilët janë janë të specializuar në një fushë të caktuar për t'ju dhënë një mendim apo një ndihmë profesionale, por edhe ju me sa duket jeni të aftë përmes analizave që do të bëni dhe kritikës ndoshta që do ju ushtroni vetes dhe të tjerëve të dini konkluzione të mira për sa i përket ardhmes. Pra merrni vendime në bazë të studimit, në bazë të vrojtimit, do të qenit analitik, sikurse po them, e gjeni zgjidhjen e problemeve ditën e shtunë. Dhe sidomos të problemeve që kanë nevojë thash për ndihmën e një specialisti. Një specialist pra ju ndihmon. Përsa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel është një ditë me rrezik të lartë. Është ajo dita që do t'i masësh mirë hapat që het, do t'i masësh mirë fjalët që thua, do të kesh kujdes se si lëviz, si vepron, ku shfaqesh, me kë përballesh, sepse me sa duket rreziku është aty, edhe nuk është një rrezik i vogël, është një goxha rrezik. Gjithashtu është dita që mund të përballeni me armiq të vjetër, ata që mendonit se i kishit larguar nga jeta juaj, por që akoma aty janë dhe po mundohen të shikojnë çka gabimi do të bëni që t'ju godas atje ku ju dhe më shumë. Kështu që jeni në rrezik ditën e diel, ndaj dhe bëni kujdes. Përshëndetje, përshëndetje një demi dhe ja ku jemi përsëri, kjo është një javë e re, sigurisht çdo javë e re që kemi kaluar deri më sot, me një muaj të ri, kështu që të shpresojmë se gjërat, të shpresojmë sikurse po thosha që gjërat të ecin për më mirë. Atëherë, për parashikime personale sigurisht më shkruaj numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket këtij muaji, duhet të them që ju favorizon juve shenjën e demit për të arritur objektiva që keni, por gjithmonë me kujdes pasi keni matur mirë hapat tuaja. Sidoqoftë do të flasim në mënyrë analitike në parashikimet e muajit për këto gjëra. Tani për sa i përket kësaj jave, kjo javë e hëna të paktën ju thot mos u nxitoni të merrni vendime, mos u nxitoni të pozicionoheni, mos u nxitoni të shpreheni, mateni mirë kohën, mateni mirë vendimet tuaja, nëse nuk keni të qartë me ato çka kërkoni, mos u nxitoni tua parashtroni dhe të tjerëve, sepse miqtë do gaboni me veten tuaj, po pse ti fusni në gabim dhe të tjerët. Kështu që dita e hënë është më tepër një ditë gjatë së cilës duhet jeni të kthjellët, duhet të analizoni mirë mendimet tuaja, të hartoni një strategji se si do vazhdohet prej këtej në vazhdim dhe kur ti keni gjëra të qarta, atëherë tua komunikoni dhe të tjerëve vendimet që merrni. Por mos u nxitoni, sido që të jetë nuk duhet nxituar. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është ajo ditë që do ndjeni shumë krenar për veten tuaj dhe për arritjet që dhe për çdo gjë keni arritur pra deri më tani. Është të thuash ku e nisa dhe sa krenar që jam me këtu ku e bitisa dhe po e bitis. Është një ditë që vlerësimi nuk ka për t'ju munguar, është një ditë që lëvdatat nuk kanë për t'ju munguar, por që edhe vetë sikurse thash, do të ndjeni shumë krenar për të gjitha arritjet tuaja pra. Dhe po, kjo gjë vjen me një, pse jo, një mundësi për rritje në detyrë, një vlerësim që vjen nga kolegë ose nga e prorët tuaj, pra është ditë suksesi në vetvete. Ose mund të jetë një ditë suksesi që ju ja atribuoni vetes tuaj në fal të tash veprimeve që keni ndërmarrë deri më tani në familjen tuaj, në një marrëdhënie në çift, në jetën tuaj në vija të përgjithshme, thash si e nisa dhe sa mi që po e bitis. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkurit thotë mjafton të jeni gati, mjafton të jeni gati dhe ta meritoni atë çka po kërkoni dhe çdo gjë është e juaja. Pra, ju vë në provë dita e mërkur, se do të jetë në punë, se do të jetë në një marrëdhënie, se do të jetë në një bashkëpunim, se do të jetë në një mundësi që do ju ofrohet shënci ka, nëse e keni bagazhin e nevojshëm dhe nëse e keni cilësinë e dur, atëherë puna, personi, suksesi është i juaj. Nëse dikush vjen dhe ju kërkon juve një mundësi për të treguar veten e vet, atëherë duhet ta meritoj. Pra vlen e njëjta gjë, por që është një ditë zgjidhjesh dhe është një ditë mundësish. Dita e mërkur mjafton që të dini se çfarë po kërkoni, ta keni të qartë atë që mendoni se ju takon dhe ta provoni veten, sigurisht. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që u tregon se duke ndënjtur duar kryq dhe duke qarë hallin tuaj të zi, asnjë gjë e mirë nuk mund të vi dhe nuk mund të ndryshojë situata vet. Kështu që duke qenë se keni kaluar jo pak, po mjaft në jetën tuaj deri më tani, duhet të ishit edhe të ndërgjegjshëm për ato çka
keni mësuar, kështu që tradhti, gënjeshtra, mashtrime, pritje, pritshmëri, persona që ndryshe pritë, ndryshe ju dolën, të gjitha këto duhet t'ju kenë aftësuar për të kuptuar se i Zoti e nxjerr vetë gomarin nga balta dhe ju jeni pikërisht në këtë lloj situate ditën e njëjtë që vetë duhet të veproni për të zgjidhur çështje të çfarëdo lloji forme dhe natyre që po shfaqen në jetën tuaj ose janë aty prezente dhe kërkojnë një farë vendosmërie dhe veprimi të menjëhershëm. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që kuptoni se avash po i lini pas vështirësit, nga pas po e lini pas kaosin që pasoi në jetën tuaj dhe avash duket se po rimeni veten, po ndërtoni përsëri të ardhmen tuaj, pra avash po ngriheni në këmbët tuaja pjesë më madhe prej jush, një situatë që deri diku ishte kaotike, duket se po shtrohet avash, një problematik nëse keni kaluar në marrëdhëniet tuaja në familje, në çift, në punë, në kudo, duket se thjesht po ristabilizohen. Pas atyre gjërave që keni kaluar, sigurisht asgjë nuk keni më të njëjtë, por e rëndësishmja është që më në fund po arrini të riorganizoheni, ripërshtateni dhe rindërtoni jetën tuaj. Dhe këtë gjë keni shumë të qartë ditën e premte, ku këtë gjë ose e bëni vetë, ose ndoshta ju jepet mundësia përmes një bashkëpunimi, një oferte, një mundësie, një financimi të ngrini kokë dhe të merrni veten sikurse po them. Ne marrëm kurrent e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që gjithë bota mund të jetë e juaj. Ja varet se çfarë është bota për ju. Për disa mund të jetë një vend pune, për të tjerë mund të jetë një pronë, për të tjerë mund të jetë një martesë, për të tjerë mund të jetë një fëmijë, për të tjerë mund të jetë një pasuri, çështje pasurie, për të tjerë mund të jetë një çështje dokumentash, për të tjerë një udhëtim jashtë shtetit, po sido që të jetë është ajo ëndra shumë e madhe, është një ndërjetë kjo, që më në fund duket se po bëhet realitet. Dhe përsa i përket ditës së dije, le kuptoni se një cikël u mbyll, mbaroi këtu, me marrëdhënie, me intriga, me problematika, dhe me zhvillime, po dhe me arritje, pse jo, nuk është vetëm se s'bën ky cikël të mbyllet me disfata, do të thënë me humbje, me ndarje, mund të jetë një cikël që thjesht mbyllet këtu sepse u mbush procesi, u realizua procesi. Çfarë bëhet prej këtij tutje? Ecim për më mirë, pra ardhmja ju thëret, por duke qenë se po e mbyllni ciklin tuaj diku, në një marrëdhënie pune, thjesht në një mënyrë se si gjërat e keni parë, pra në lidhje me këndvështrimin tuaj, shansi ka këtu një ardhmë tjetër po nis dhe është shumë më premtuese se gjithçka lat dhe po lini pas. Për këtë gjë jeni të sigurt. Përshëndetje e binjakëve dhe mirë se u vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, ku sigurisht jemi në javë të re, por edhe në një muaj të ri dhe unë ju uroj një muaj shumë të bukur dhe kam përshtypjen se deri diku do të jetë, mjafton deri të shfrytëzoni dhe ju ato të mirat që ky muaj ka për të ofruar. Merkuri që në fillim të këtij muaji do të jetë në shenjën e Gafores, por ju është banesa juaj e dytë, aty keni mundësi të nënshkruani kontrata të rëndësishme me goxha përfitim ekonomiko-financiar, në që do të dini të menaxhoni situatat, do të nxitoni madje ta bëni këtë gjë sepse nga fundi muajit Merkuri do të kthehet retrograd. Jupiteri është ende në shenjën tuaj dhe favorizon juve të 10 ditët të fundit, dhe sidomos kur dhe afër dita të jetë aty dhe takohen bashkë të krijojnë një aspekt shumë të bukur që ju ndihmon të sillni një ëndër në realitet dhe në përgjithësi le të themi që gjërat shpresoj që të ecin mirë. Do dëgjohemi në mënyrë më analitike në parashikimet e muajit sigurisht, dhe për parashikime personale më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita që thotë u lodhe, pushot, çketi ta realizojë unë ëndrrën edhe pritshmërinë edhe gjithçka që ti kërkon. Pra me sa duket një situatë zgjidhet pikërisht në atë moment ku ju nuk shpresoni të mos do të kishte zgjidhje, ose në një moment ku nuk kishte dhe forcë për të luftuar më dhe për ta sjellë ju vetë ndryshimin. Kështu që është një moment, çfarë të them, zhbllokimi pas një bllokese shumë të madhe, që nuk vjen për shkak të impenjimit tuaj, por për shkak se thjesht fati do, universi do. Dhe ju sjell pikërisht këtë lloj qetësie, këtë lloj shërimi në shpirt nëse doni, këtë lloj realizimi, sepse thjesht e meritoni. Dhe ju gjen pikërisht në atë moment që edhe ishit në lodhje ekstreme dhe nuk prisnit se do të mund të vinte ndonjë gjë e tillë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë ju tregon se ajo çka është e shkuar dhe nuk mund të bëhet më e tashme, as e ardhme jo.
Që do të thotë këtu duhet të pranoni se ndarjet janë të paevitueshme, ose një ndarje është e paevitueshme. Kuptoni gjithashtu arsyen pse po ndodh këtë gjë, kuptoni faktin se disa persona vinë jetën tonë sepse thjesht kanë për të kryer një farë, nuk e di, shërbimi, kanë për të na dhënë një mësim, kanë për të kryer një farë funksioni, e kryen atë funksion dhe duhet të largohen. Pse? Do zvendçojnë nga individë të tjerë të cilët kanë për të ofruar edhe më shumë. Kështu që dita e martë tregon ndarje përfundimtare, madje me të kuptuarit arsyen pse, që është ajo që sapo i thash. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë sjell një zhvillim shumë të bukur për sa i përket çështjeve me natyrë ligjore, gjyqësore, ekonomiko-financiare, pse jo, dhe me çfarëdo gjë që u lidh me shtetin dhe autoritetin e tij, ose me çështje që kanë të bëjnë me studime, me udhëtime të largëta, me fatin në vija të përgjithshme dhe me realizimin tuaj si individ. Pra ka të bëjë me statusin tuaj, me karrierën tuaj, me emrin tuaj, me imazhin tuaj dhe me gjithçka tjetër është konkrete, po është edhe potente, është e fortë. E keni ju pra fati në duar tuaja, ndaj edhe shfrytëzojeni në maksimum ditën e mërkurë për çështjet sidomos që sapo ju përshkrova. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e punës, e punës së palodhshme, është ajo ditë që ju tregon se në qoftë do vazhdoni në këtë ritëm që keni nisur, sigurisht do të shpërbleni në punën tuaja ose në sipërmarrjet tuaja, çfarëdo gjëra qofshin këto, qoftë në biznes, qoftë në familje, qoftë në një marrëdhënie, mbi të cilën po investoni, po luftoni që gjërat t'i bëni të funksionojnë, duket se po ecin gjërat shumë mirë. Thjesht vazhdoni punën e palodhur dhe çdo gjë do dali me një shpërblim maksimal. E hënë e martë e mërkurë ejtë, pra ja dili me sukses të çoni deri në fund dhe të përmbushni detyrat tuaja në punë, por edhe të arrini sukses edhe më shumë se aq. Tani, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që kuptoni se asgjë në jetë nuk është e njëjtë. Asnjë ditë nuk është e njëjtë me ditën tjetër, asnjë çast nuk është i njëjtë me çastin që kaloi apo do të vi. Kështu që do të jetë shumë e qartë dhe shumë i prekshëm fakti se jeta është një rrugëtim me surprizat e veta, si punë e këtyre kukullave këtu, që sa më shumë të hapësh, aq më shumë gjen brenda këtyre objekteve. Kështu që surprizat e jetës për ju nuk kanë të sosur ditën e premte, por që disa janë pozitive, disa janë negative, por që rëndësi ka që merrni mësimet e vyera prej tyre, dhe një prej mësimeve që merrni është fakti që nuk ke pse shtiresh, nuk ke pse hiqesh si një person që nuk ke, kur vetë jeta është kaq e paparashikueshme. Me thënë, i vetvetja, kjo është ideja, e hënë e martë më kurrente e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë, pavarësisht vështirësive, pavarësisht dyshimeve që keni lidhje me një projekt që po nisni, me një marrëdhënie që po nisni, me një situatë ndoshta se ku ndodheni, ku do më çoj, si do vej, një gjë është e sigurt, më kthim pas nuk ka. Do të thonë jeni detyruar të ecni përpara, ta lini rrymën të marrni me vete, të ndiqni rrjedhën e ngjarjeve ashtu sikurse po vjen. Ky është një projekt dhe një impenjim mbi këtë projekt nga ana juaj, i cili në fillim mund të duket i vështirë, mund të duket i lodhshëm, mund të duket i pasigurt, i paqartë, por që në qoftë se ju jeni koherent, ju jeni të vendosur dhe i ndiqni tash sikurse tash rrjedhën e lini të bëj punën e vet, për më mirë ka për t'ju dalë, pavarësisht tash pasigurisë që po ju drejton në këto momente. Përsa i përket pasaj ditës së diel, ditën e diel, kuptoni pjesën madhe për ju se sa të manipuluar jeni në jetën tuaja, se jeta juaj nuk ju takon, por jeni të drejtuar nga forca të tjera, nga persona të tjerë për të vepruar në mënyrën se si veproni, dhe uroj që sa më shpejt ta kuptoni këtë gjë, aq më shpejt ta bëni edhe shkëputjen pikërisht për këtyre tendencave qofshin, frikës dhe pasigurisë qofshin që ju karakterizon, apo individëve që keni lejuar të luajnë një rol kaq të rëndësishëm në jetën tuaj në mirëbesim, por që ja që po ju merr me qaf. Pra është dita që mund të fitoni pavarësinë tuaj në qoftë se e lini veten të kuptoj se sa të manipuluar jeni. Vetëm ashtu mund të ndodhi ndryshimi, pra, që të shkëputeni nga kjo situatë apo persona që ju kanë futur në situata të tilla. Përshëndetje, përshëndetje nga Foris dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle për parashikimet e javës. Përkon me një muaj të ri kjo javë, pra kemi muajin e ri qershor.
Është një muaj i cili nis me Merkurin në shenjën tuaj, ndërkohë që edhe Afrodita është aty, ndërkohë që edhe Jupiteri është aty, kështu që favorizojeni si të thuash vetë 10 ditë të parë si fillim dhe juve të 10 ditë të fundit aty nga mezi dhe 10 ditë i dytë për të mbyllur çfarëdo çështje që lidhet me dokumentacion, që lidhet me tregti, që lidhet me turizëm, që lidhet me arsimin para universitar, nëse u lidh puna me këto gjëra, që lidhet me komunikimin në total, komunikimin, telekomunikacionin, mediat, përse dhe informacionit informatikës, e me radhë të tilla gjë, do të thënë favorizojnë dhe do mundojnë të përfitoni deri afër fundit të muajit data 29 që do kaloj retrograd në shenjën tuaj, kështu që nxitoni. Në përgjithësi nuk parashikohet të jetë një muaj i keq në vija të përgjithshme, ndaj edhe mundoni të merrni maksimalen prej tij. Përsa i përket parashikimeve personale, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Parashikimet e muajit sigurisht do shikojmë në analitike në YouTube dhe përsa i përket ditës së hënë, fitime në para, në dashuri, në fat, në përgjithësi. Kështu që nuk kam çfarë fjalësh të tjera të them, një moment do zgjasi, por është pikërisht ai një moment që nëse kapni mundësinë apo rastësinë, ju ndryshon jeta totalisht. Për sa i përket ditës së martë, para marsh, nuk ka më kthim pas, jeni të sigurt, jeni të pasigurt që si kapat po idhni, më kthim pas nuk ka. Pra, çfarë do të thotë kjo? Ikët nga një vend pune, nuk theni dot më. U larguat, e mbyllet një marrëdhënie me dikën, nuk mund të ktheni më pas. Pra, për çfarëdo gjëje keni dhënë një far fundi, më kthim pas nuk ka. Të pasigurt po ecni drejt së ardhmes, sigurisht e keni një far, por si do eci, si do më vej, por që hapi është hedhur dhe prandaj po them, tani nuk është e kot të bësh pishman, sepse thjesht rjedha ka ecur. Këto zhvillimet të cilat po ju ndjekin marrin formë të prerë ose të qartë aty nga Koriku, unë them se çdo gjë po nisni tani, pavarësisht se me sa frikë apo pasiguri, do të dalë një sukses shumë të madh diku aty nga Koriku dhe më pas aty nga Vjeshta, muajt e Vjeshtës. Tani, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që ju thotë mos u dorëzo pikërisht në momentin e fundit. Pse? Sepse ndonjëherë fati të provon, të vënë në provë dhe do të shikoj deri ku mban, deri sa mban, deri sa i sigurt je për ato gjëra që do të arrish, sa i do në të vërtet. Kështu që lutem shumë ditën e mërkur derisa por edhe momenti i fundit i ditës së mërkur, në lidhje me një pritshmëri që keni, në lidhje me një ëndër që kërkoni të bëhet realitet, në lidhje me një situatë që po i shkoni nga pas për ta sjellë në favorin tuaj, mos u dorëzoni sikur dhe nami të bëhet, në fund fare kjo gjë ju del për mirë, pra realizohet. Ndërkohë që nëse hiqni dorë sepse nuk patët durimin të prisni, atëherë do kuptoni se që dorë pikërisht atë moment që ajo gjë ishte duke u bërë realitet. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju thot kape atë mundësi që do vjen, kape, do të thotë mos e shikoj gomarin nga dhëmbët, merre një herë se të duhet. Pastaj nëse gjen ndonjë kalë më tutje, atëherë lëre gomarin për kalin, që ta kuptoni se çfarë po ju them. Do të thotë që ju vjen një mundësi punësimi, pranojeni si fillim, ju vjen një zgjidhje përkohshme, një problemi, po, i thoni po, një person shfaqet në jetën tuaj, thoni po e mbaj, po e shikoj, nëse gjatë rrugëtimit tuaj del diçka më e mirë, atëherë këmbeheni, por si fillim, po ju them, nuk e keni luksin që t'i bëni naze gjës që ju vjen, si zgjidhje, si mundësi, si ofertë, si propozim, si çfarëdo gjë qoftë, kapeni dhe shfrytëzojeni për aq sa mund të jetë. Po ju them edhe një herë, nëse gjeni më mirë, aq më mirë. Po për momentin që s'keni diçka fare, mirë është edhe kjo që ju vjen. E hënë martëm kurejte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e përshtatjes. Sa më mirë të dini të përshtateni në kushtet e reja që po krijohen në jetën tuaj, në mundësitë e dyta që po jepni apo po ju jepen, në terrenin e ri ku po lëvizni dhe në punët e reja që po mundoheni të krijoni apo në rrethet e reja shoqërore ku po lëvizni, atëherë ju lutem shumë mundoni të jeni të duruar dhe mundoni të kuptoni se përshtatja është çelësi i suksesit tuaj. Sa më mirë të dini të përshtateni në kushtet e reja që po krijohen, qoftë dhe një martesë, dhe një bashkëjetesë, dhe një punësim në një vend pune ku punoni me kolegë të tjerë apo anëtarësimi juaj në një grup të caktuar shoqëror apo nuk e di se çfarë, çelësi është i suksesit është përshtatja. Kjo është e premtja, po. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë kujdes manipulimin. Çfarëdo gjë që shkëlqen, sigurisht që nuk është flori, dhe kjo do ju kuptoni mirë ditën e shtunë, ndaj qëndroni larg mashtrimeve,
kurtheve, fjalëve të bukura, situatave që duken super wow, por në të vërtet janë hiç gjë. Pra kujdes mashtrimi dhe gënjeshtrat ditën e shtunë dhe mos bini pre ndonjë kurthi që premtohet shumë, por në fakt janë fjalë boshe dhe janë situata që s'ju çojnë gjëkundi, pra nuk ja vlejnë. Për sa i përket e ditës së diel, dita e diel nga ana tjetër ju jep mundësinë e një realizimi, ju jep një mundësi të dytë, nëse do ta themi kështu realizimi, pra mund të jetë një rikthim i një personi, me cilin mund ta shikoni, ta provoni edhe një herë këtë marrëdhënien tuaj, mund të jetë një mundësi e dytë punësimi në një vend pune, ose mund të jetë një mundësi e dytë për sa i përket familjes tuaj, martesës tuaj, një mundësi e dytë për sa i përket një çështje prindërimi, por që kujdes, pas kësaj mundësie, nëse çoni dëm, nuk do të keni mundësi të tjera si kjo, ndaj edhe mundoni që të mos gaboni, mos të përsërisni gabimet së kaluarës, të kuptoni që kjo është, nëse nuk ja dini edhe kësaj ere, atëherë nuk mund të kemi më shumë se kaq. Se për verifikim me hënë Marte Mërkure te premte shtun e diell, kjo është java për ju. Përshëndetje, përshëndetje Luani dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Normalisht është dhe muaj i ri, është një muaj i bukur i ri qershor, por juve fillon dhe lëvizin gjërat shumë bukura dhe nga fundi i tij, por në totale të themi që do jetë një muaj i cili do japi mundësinë të zhvilloheni, të zgjidhni çështje dhe situata, sidomos me të kaluarën, të hiqni qafe gjithçka ju lëndoi, ju trysnon ende. Nis muaj me një Merkur në shenjën e Gafores dhe akoma aty situatat janë psikologjikisht, domethënë vini me një psikologji të rënduar, çuditërisht të rënduar, të pasigurt dhe me ato pikpyetje tuaja të mëdha, të tipit bëhet s'bëhet, ja vlen, gabova mos gaboj përsëri, domethënë kështu nis muaj, do të jetë në vazhdimsi të tij gjëra ndryshojnë, dhe sidomos nga fundi i tij që Jupiteri do kalojë në shenjën tuaj, do fillojnë gjërat të lëvizin ndryshe për ju. Për parashikimet e muajit që do të jetë, do të flasim në YouTube Zodiac Oracle. Për parashikime personale më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe për sa i përket javës se si fillon me ndim. Pavarësisht se ju jeni pak të plogësht, apatik, nëse do ta themi kështu, nuk jeni shumë ose nuk do të jeni shumë në gjendje për të zgjidhur problematika dhe çështje vet, ndihma nuk ka për t'ju munguar. Sido që të jetë, doni s'doni ju, do të bëni dhe ju pjesën tuaj. Pra nesër çështjet dhe problemet zgjidhen fal ndihmës që ju ofrohet, por që rezultati të jetë 100% i arritur dhe i suksesshëm, duhet dhe ju të bëni pjesën tuaj. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë plas një fluck sapuni ku ndodheshet prej kaq shumë kohësh dhe kuptoni ose shikoni të vërtetat për ato çka janë. Që do të thotë çfarëdo gjë e keni super idealizuar, çfarëdo gjë i keni dhënë nota ose konotacione më të larta nga që realisht ju takojnë, qofshin to persona, situata, pritshmëri, ëndra, nuk e di se çfarë, ëndërime. Vini me këmbë në tokë më në fund dhe kuptoni se e keni mashtruar keq veten tuaj duke shpresuar për diçka që realisht nuk ishte e vërtet, por thjesht një iluzion. Ose në qoftë se kjo gjë nuk ka qenë duke ndodhur, mund të ndodhi ose mund të nisi si proces ditën e martë. Ndaj dhe bëni kujdes të mos super idealizoni persona, situata dhe nuk e di, çfarëdo gjë ju nxjerr jashtë realitetit, domethënë, çfarëdo gjë që duket shumë e bukur për të qenë e vërtet, është pikërisht si shpreha, shumë e bukur për të qenë e vërtet. Tani, për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur, dita e martë që ta kuptoni, dita e Mërkur janë po njësoj, do të thotë që mbartin me vete një trysni shumë të lartë energjitike, që lidhet me frikën dhe me pasigurin, po lidhet edhe me të reqen shumë të lartë fizike, aq sa të lë pa arsye, domethënë epshi kafshëror, si themi, apo të reqa që mund të ndjeni kundrejt një personi, po pa e përdor logjikën, domethënë janë 2 ditë që shfaqin një rrezikshmëri shumë të lartë për sa i përket kryerjes së gabimeve që vijnë për shkak të arsyes së dobët. Pra tërheqja fizike ndaj një individi, mendja që më gënjen se kë mund të jetë personi i jetës time, ndërkohë që nuk është as pak ashtu. Pra, kujdes mëkatin që ta themi dhe kujdes gabimet të kësaj natyre, tradhti, gënjeshtra, mashtrime, manipulime ditën e martë dhe ditën e Mërkur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që se mos dëgjoni këtu. Këto 2 ditë që ju thashë e martë dhe Mërkur,
që do të ketë tendencën që t'ju bëjnë të gaboni, pra të shkoni në gabim. Rezultati do duket ditën e njëjtë me veprimet që ju i ndërmeni tani, ta zëm. Jeni një martesë të dështuar, në vend që ta prishësh atë martesë, që është guximi të thuash nuk bëhet më, çfarë bën? Vetë dhe i futesh një marrëdhënie jashtëmartesore. Dhe pastaj çfarë e bind veten tënde që do ta lëm këtë person se gjeta më mirë, ta zëm. Po që nuk është fare kështu, dhe mund të kuptosh që e kishe shumë mirë atë person që kishe në krah, po s'kishe sy ta shifje. Dhe gabimi më i madh që bëre ishte që prishë shtëpinë tënde, ta zëm tash. Mund të jetë një investim që e bëni sepse thjesht dëgjuat fjalët e dikujt dhe bini katapjet, domethënë, për investime në dashuri një, në ndjenja domethënë, për investime paraprake monetare 2 dhe për lëvizje riskioze, kujdes këto e Marte, Mërkur dhe e Enjte, ju lutem shumë janë, domethënë nuk e di, janë SOS si ditë, me rrezikshmëri shumë të lartë dhe me një përqindje shumë të lartë ashtu për të gabuar keq. Tani, për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që ju tregon se e kaluara është e kaluar. Pra, mund të ndjeni një dashamirësi shumë të lartë për një person me të cilin nuk jeni, por që kaq. Do me thënë, të vlerësoj gjithçka kemi kaluar bashkë, çështja nuk është se nuk ndjej për ty, thash, dashamirësinë e keni, çështja është logjikisht dhe praktikisht, kjo është një lidhje që nuk funksionon. Do me thënë, jeni dy individ shumë okej, por jo për njëri tjetrin. Dhe këtë që ta kuptoni pikërisht ditën e premte dhe me zemër të rënë, duar do pranoni se kaq ka mbaruar këtu kjo lidhje dhe nuk mund të vazhdohet më tej. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju sjell një realizim shumë të bukur pikërisht në ato momente që nuk prisnit se do mund të kishte këtë lloj realizimi. Është një zgjidhje që vjen në ato momente që nuk prisnit të kishte një zgjidhje, është një mundësi që ju ofrohet në ato momente që nuk prisnit ju ofrojë një mundësi, është një rikthim që mund të ndodhë në ato momente që nuk prisnit më të ndodhte kjo gjë, sidoqë të jetë dilni nga një situatë e vështirë që ju ka lodhur, stërmunduar, ju ka ulur kokën, si a thuash, dhe kjo gjë ndodh në mënyrë kështu pothuajse mrekulli. Se thjesht fati do, e hënë e martëm kur e të premte e shtunë. Do ta ndjeni tamam çfarë do thotë më prek fati ditën e shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e nostalgjisë. Që kuptoni shumë qartë se dhe jeni koshent për gjithçka keni kaluar, përjetuar, shijuar me dikë, në jetën tuaj, në fëmijërinë tuaj, por që nuk mund të kthehet pas ajo situatë. Por për të gjitha ato ëndra që patët dhe nuk janë realizuar, atëherë këtu ta gjeni forcën që prej këtij tutje ato t'i ktheni në një realitet. Pra, forcën për të krijuar një realitet të ri do ta gjeni pikërisht përmes kthimeve pas në kohë dhe nostalgjisë që lidhet me të kaluarën tuaj. Përshëndetje, përshëndetje një vigjëresh, si ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle edhe këtë javë me muaj të ri, si do sigurisht që analizën e muajit do ta keni në YouTube Zodiac Oracle, është një muaj i cili 50-50 të thoshëm, 50 me 50 deri diku. Ka momentet e veta goxha pozitive, por nga ana tjetër do edhe kujdes. Sigurisht që ky Urani nga shenja e binjakëve po ju trysnon juve të ditë të parë, me të papritura që nuk i prisni dhe ju vinë ande nga se prisni realisht, që kanë të bëjnë me karrierën tuaj, kanë të bëjnë me statusin tuaj, kanë të bëjnë me martesën tuaj, me imazhin tuaj publik. Kështu që bëni kujdes për sa i përket kësaj pjese. Gjithmonë ka gjëra të cilat mendoni se i keni në dorë, por ju dalin dhe jashtë kontrollit. Por juve të 10 ditësh të fundit, çdo gjë që është në gafore ju favorizon për tu zhvilluar, duke që se Jupiteri është aty, dhe para se të kaloj në shenjën e luanit të fund të muajit do ju ndihmojnë të arrini objektiva dhe në çështje studimore, dhe në çështje ligjore, dhe në çështje tregtie, dhe në çështje që kanë të bëjnë me jashtë shtetit, dhe me zhvillimin tuaj intelektual, pse jo, ose me të parit ndryshe të zgjerimit të horizonteve tuaja, në një dashuri me diferencë moshe, ose më tepër me diferencë moshe, që mund të lulëzoj gjatë asaj kohe dhe të sjellë rezultatet e veta. Sidoqë të jetë është një muaj ju thash që sjell dhe ato mundësitë e veta, por do dhe kujdesin e vet. Përsa i përket parashikimeve personale, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë tregon që mos ki
frikë ose mos u step në qoftë se dikë duhet ta ndihmosh, sepse ashtu sikur se dikujt do i ofrosh ndihmën tënde, ashtu edhe ajo ndihmë që ofron do të kthehet 10 fish, pra përkthehet në fat më vonë për ty. Kështu që qëndroj afër çdo individi dhe çdo situatë që ka nevojë për vëmendjen tënde, për kujdesjen tënde ditën e hënë, sepse i fituar do të dalësh sido që të jetë. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë kujdes. Pikë së pari joshjen, çfarë do gjë që ju josh, si ide, si mendim, si person, vjen me një rrezik shumë të lartë dhe me një rrezik humbje dhe më të lartë akoma. Kështu që lërini këto lloj rrisqesh, janë të panevojshme, mundoni të mbani ato çka realisht kanë vlera në jetën tuaj, çfarë do lloj propozimi mund t'ju vi, besomani mund të duket shumë idealistik sigurisht dhe shumë potente dhe nuk e di se çfarë gjë tjetër mund të duket, joshës sikur se e thash, por në fakt fshe një rrezik shumë të madh që mund t'ju shkatërrojë në fund. Kështu që mos luani me zjarin, e sigurt 100% që digjeni prej tij. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e mundësive të pafundme. Çdo gjë që dëshironi mund ta realizoni ditën e mërkur. Nuk do të ketë pengesa, nuk do të ketë vonesa, nuk do të ketë asnjë gjë ta keni kundër jush. Përkundrazi fakti është me atë që guxon dhe me atë që shpreson dhe me atë që mendon se diçka e meriton. Kështu që nëse keni gjëra të rëndësishme për të sistemuar, për të mbyllur, për të realizuar ditën e mërkur, ecni sepse ju del shumë mirë. Për sa i përket ditës së enjte, pritja po ju ka lodhur me kohë. Është dhënë një gjysmë fjale? Po. Është dhënë një gjysmë premtimi? Po. Duket sikur gjërat kanë ecur deri diku, po prapë kanë ngecur dhe nuk po duket të jetë duke lëvizur. Dhe kjo është gjëja më trysnuese dhe më lodhshme për ju dhe ju jeni gati të ishni dorë prej diçkaje. Unë them prisni deri në momentin e fundit sepse asnjë gjë nuk i dihet asnjëherë. Por ajo çka po vëre është që pavarësisht fjalëve që unë po ju them, dhe pavarësisht faktit se ajo çka kërkoni në fund do të vi gjatë ditës së enjte, ju aq të lodhur do të jeni saqë ka mundësi që ta kanceloni ose mos ta pranoni ose të tërhiqeni. Prej kësaj gjë do thoni tani është tepër vonë, sido që të jetë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e përpjekjeve për tu ringritur, për tu orientuar, për tu realizuar, do me thënë me vështirësi të mëdha, po jepni vetes një mundësi të dytë, po ndoshta dhe i personi tjetër një mundësi të dytë në jetën tuaj, dhe po përpiqeni me mishë me shpirt që kjo gjë të funksionojë kësaj here. Nëse jeni të bindur me të vërtet dhe keni besim të hekurt se gjërat do të funksionojnë, do të ecin. Pavarësisht dyshimeve me cilat po ju shohim, pavarësisht me faktin se sa jeni lodhur edhe ju dhe se sa keni dështuar gjatë rrugës deri më tani, unë them se keni për t'ja dalë. Thjesht vazhdoni kështu siç mendoni ju se ja vlen të luftohet dhe të veprohet, sepse nuk do ju dali për keq. E hënë e martëm kur enjte e premte. Dhe nëse disave duhet të provoni se ja dilni, sepse thjesht ju e keni këtë lloj besimi, atëherë ashtu ka për të shkuar. Dhe nuk ka dhe pse nuk e di, s'ka dhe pse t'ju mundoj shumë mendimit të tjerëve në fund të fundit bëhet fjalë për jetën tuaj. E hënë e martëm kur e premte kam po. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë kujdes, nëse nuk jeni gati për të dëgjuar disa të vërteta të hidhura, mos shkoni ti gatëroni gjërat kot. Mos e gatëroni veten tuaj kot me gjëra të cilat ndoshta nuk i suportoni dot ose nuk keni fuqinë ti suportoni apo mendjen aq të hapur sa që ti kuptoni. Ktu mirë do ishte të gjithëve që keni jetë të qetë, ta lini ashtu të qetë siç e keni, pavarësisht dyshimeve apo mizave që keni në kokën tuaj secili, sepse sa më shumë të kërkoni, sa më shumë të shkoni situatave nga pas, nëse për të ndjenjë nuk jeni gati për ato që do të zbuloni, atëherë do të vuani pasojë të keq. Dhe do thoni ç'mudesh. Për sa i përket pastaj dhe ditës së diel, dita e diel ju jep një mundësi që një herë vjen në jetë, e themi. Pra është ajo një mundësi jete që është drejta juaj që në momentin që lindet në fakt të jeni të realizuar, por që sido që të jetë nuk e di se çfarë do jetë kjo, se do jetë një çështje prindërimi, mësie, një fëmijë që vjen në jetë, se do jetë një çështje karriere pa përsëritshme, se do jetë personi ideal që vjen në jetën tuaj, nuk e di çfarë do jetë, por kjo është një mundësi që vjen në jetë, troketën derën tuaj dhe ju sigurisht do japni dyert ditare çka keni, që ajo të qëndrojë aty brenda mos iki më. Përshëndetje, përshëndetje peshores, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj, sigurisht dhe muaj i ri kjo javë. Dhe që në fillimet e veta Merkuri në shenjën e Gafores, o sa bukur, o sa mirë, do më thoni juve mua. Po, çështje karriere,
Pikë së pari, karriere, statusi martese, emri juaj, imazhi juaj publik, edhe gjitha këto merat, autoriteti i shtetit. Këtu zgjidhni çështje të tilla, ose me natyrë të tillë, ose rishfaqen çështje të tilla që duhen zgjidhur. Dhe sigurisht do mundoni të bëni maksimalen tuaj për të zgjidhur deri nga fundi i muajit, sepse këtu do kalojë retrograd pastaj dhe u bën gjëra të lëmsh. Një kjo, dy, juve të 10 ditësh të fundit favorizoheni nga lëvizjet planetare që po ndodhin në shenjën e Gafores përsëri për po të njëjtat çështje, domethënë për të arritur një, pse jo, edhe mund të doni të martoheni. E bëni propozimin dhe shkon shumë mirë, ose të bëni një propozim për martesë, ose të zgjidhni një çështje që e keni problem në martesën tuaj, ose të arrini një sukses në lidhje përsëri me karrierën tuaj. Gjëra të tilla favorizohen domethënë brenda muajit. Kujdesuni të 10 ditësh të parë nga Neptuni në shenjën e dashit që keni direkt përballë dhe akoma ju ngatëron me marrëdhënie në çift, bashkëtesa e dokumentacion të rëndësishëm me natyrë ligjore, pra, dhe gjëra të tilla të bukura si këto, por që të shikojmë në mënyrë analitike në parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle, ose dhe mund t'ua jap këtu në këdis ta shikoj. Tani, përsa i përket parashikimeve personale, ju lutem shumë më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është që ju jep të kuptoni se po të vazhdoni të qëndroni të kapur pas situatave që kanë mbaruar, pas personave që s'janë më në jetën tuaj, dhe gjithçka që nuk do kthehet më tek ju, atëherë mbani peng dhe veten tuaj. Nga momenti që e lini mendjen tuaj të lirë, veten e lirë për të vazhduar përpara, atëherë çdo gjë është e mundur. Pra, dita e hënë tregon pikërisht këtë gjë. Hiqe, lëre të iki, çfarëdo gjë nuk ju shërben më, që të shpëtoni dhe veten tuaj në fund të fundit. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që ju hapen syt, pra është pak a shumë njësoj ditën linj me ditën e hënë. Pra, për diçka që nuk ju shërben më, për diçka që ishte një manipulim, për një situatë ku ndodhesh dhe e besoni të në mënyrë të verbër, se ishte ashtu sa ashtu jo kishin thënë persona të besueshëm në klapave në thonjza, atëherë kuptoni pikërisht ditën e martë se sa në gënjeshtra keni jetuar. Dhe kjo lidhet drejt për së drejti me autoritetin që ushtrohet në jetën tuaj, nga familja, nga shoqëria, nga partnerja, prindi, nuk e di, por që këto janë vlerat dhe parimet, por jo ato me vlerë, ato dogmatike, ato të ashprat, ato se kështu duhet. Nëse hapni sytë dhe kuptoni se cila e vërteta është në të vërtet, zbuloni veten dhe më prej tek pas nuk ka. Pra do rebeloheni që ta kuptoni ditën e martë duke kërkuar të drejtën tuaj, atë të drejtë që ju është mohuar për një kohë shumë të gjatë në emër të, ku dëgjon, të parimit, të vlerës, të gjërave që realisht janë e kundërta e asaj çka ju është paraqitur. Tani, pra do kërkoni të keni ju përsëri kontroll në jetën tuaj, që ta kuptoni kështu. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që mirë do të ishte të mos veproni të nxitimthi, do me thënë çfarëdo mundësia apo ofertet ju paraqitet gjatë ditës së mërkur, mos u nxitoni të poziciononi të merrni vendime, do të ishte një qasje edhe nxituar, por edhe gabuar nga ana juaj. Pse? Sepse pavarësisht se çfarë do t'ju mund t'ju ofrojë si zgjidhje, diku aty më vonë do paraqitet diçka më e madhe, më e rëndësishme. Pra është më mirë të presësh. Prisni pra dhe mos bini pre tundimit. Pse? Pas një jave, 2 javësh do vi ajo që me të vërtet ka për t'ja vlejtë. Kështu që mos u nxitoni. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që gjithçka dëshironi mund ta krijoni. Mjafton të përdorni fantazinë tuaj, mjafton të përdorni talentin tuaj dhe çdo gjë është e mundur. Shumë prej jush do të zbuloni, do të pranoni që keni talente dhe shumë prej jush edhe mund të mund të vendosni që këto talentet tuaja t'i ktheni dhe në karrierë, në punë, në profesion, nuk do ishte çudi. Të tjerë do të kënaqeni gjatë ditës së enjte duke marrë pjesë në një aktivitet kulturor, shoqëror, artistik, por që në total është dita që shijojmë jetën, shijojmë aftësitë që kemi dhe zbulojmë aftësitë që kemi, ose pranojmë që kemi fart talenti, madje në versionin edhe më të lartësuar akoma të kësaj gjë që po them, tregon se edhe mund t'i jepni vetes mundësinë këtë talent që keni ta ktheni në profesion dhe të fitoni përmes tij. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është që kuptoni se pse s'keni pas fat, pse s'ju ka ecur, pse fitojnë gjithmonë të tjerët dhe pse të tjerët shpërblen ndërkohë që juve që keni bërë dhe punën, jo, sepse kur fatin tënd ja jep tjetrit,
duke mbështetur, duke ndihmuar, duke ja zgjidhur punët e merat, atëherë mbetesh në zero. Kështu që këtu merr fund, si të thuash, mobilizimi juaj kundrejt të tjerëve, dhe ajo çka ndodh është që e ktheni vëmendjen drejt për së drejti nga ju. Dhe primare për ju do të mbetet realizimi juaj. Dhe nga momenti që kuptoni këtë gjë, atëherë është njësoj si të kesh thyer tersin që mendoj se të kanë ndjekur për kaq shumë kohë. Pra ditën e premte kuptoni se asnjëherë s'do bëni më për të tjerët aq shumë sa keni bërë, por do të fokusoheni në realizimin e vetvetes dhe normalisht edhe jeni vonuar për sa i përket kësaj gjëje. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ju jep mundësinë ta filloni edhe një herë nga e para pas një pauze, si të thuash, të gjatë, do thosha, në dashuri, në karrierë, në të jetuarit në përgjithësi, duket se riktheheni më të fortë se kur. Të gatshëm për të bërë gjithçka për të pasur sukses. Dhe po sigurisht që keni për t'ia dalë dhe në punën tuaj dhe në dashurinë, çfarëdo gjë dëshironi të realizoni, fal përkushtimit, impenjimit, fakti që keni ndarë mendjen se do të keni sukses, por edhe fal fatit. Pra, pas një rikthimi në punë, në jetë, në familje, në dashuri, në ku doni ju absent psikologjik, dua të them, por e disa të tjerë për shkak të ecë gjetë çfarë situatash keni kaluar në jetën tuaj, duket se ky rikthim ju del me një sukses shumë të madh dhe në fund ju vlerëson dhe ju stabilizon. Sjell një farë stabiliteti. Ne martëm kurrejt e premte e shtunë. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që çfarëdo lloj oferte dhe kontrate re mund t'ju paraqitet, shikojeni me pozitivitet. Do me thënë është dita e komunikimit, sjell e lajme shumë të mira dhe zgjidhje problemesh, por jep dhe mundësi shumë të mira punësimi ndaj mundon të shfrytëzoni. Një dashuri e papritur dhe mund të shfaqet, por që është më tepër, ke parasysh të intrigon në tru, por që nuk është nga ato që zgjat shumë në kohë. Sidoqë jetë shijojeni. Përshëndetje, përshëndetje Akrepi dhe mirë se po vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës për shenjën tuaj dhe në këtë muaj të ri qershor. Që për ju, normalisht, si muaj, paraqitet të jetë pozitiv, pra të japi atë ndihmësin e vet, zgjidhjet e veta, mundësitë për të realizuar, që uroj dhe ju të shfrytëzoni ashtu sikurse duhet. Në fund të muajit, Jupiteri që tani shenjën e Gafores do kalojë në shenjën e Luanit, aty do lindi çfarëdo gjë është karmike. Përsa i përket mosmarrëdhënieve tuaja, keni mundësi realizimi shumë të mira, do të keni mundësi realizimi juve të 10 diçit të parë, juve të 10 diçit të tretë, më falni, favorizoheni nga vendodhjet planetare aktuale në shenjën e Gafores, po ashtu edhe juve të 10 diçit të parë për të sjell ato ndryshime që doni të sillni në lidhje me botë kuptimin tuaj që ndryshon, në lidhje me çfarëdo gjë të re doni të sillni në jetën tuaj, çfarëdo gjë doni të shijoni dhe të krijoni si eksperiencë të re, e me radhë. Nëse sido që të jetë, por parashikimet e muajit do të flasim edhe më gjerë dhe më gjatë. Juve për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket tani ditës së hënë, dita e hënë po ju jep një mundësi shumë të bukur për sa i përket nënshkrimit të një kontrate shumë të rëndësishme, pra të një bashkëpunimi shumë të rëndësishëm, ju jep mundësinë të ndoshta të lidhni një marrëveshje shumë të rëndësishme dhe me përfitim madje ekonomiko-financiar të rëndësishëm, por është edhe dita e karmës kjo, ku do kuptoni se përse ju desh të humbisnit aq sa humbët në një fushë të caktuar të jetës tuaj. Dhe përgjigjja do të jetë sepse duhet të mësoni diçka ose sepse duhet të merrit atë çka do merrni tani, pra suksesin që realisht ju takonte. Pra, duhet të humbisni diçka pa të fitonit këtë gjë që do fitoni ditën e hënë, që varëse çfarë do jetë, në dashuri, në punë, në karrierë, në financa, në çfarëdo lloj gjëre qoftë, duket se ju favorizon shumë dita e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë, çfarë të thuash, është një ditë gjatë së cilës edhe sikur të mundohesh të bësh maksimumin tënd, prap nuk del gjëkundi sepse është thjesht një ditë apatie. Do të thotë nuk ardha akoma momenti për zgjidhjen e një problemi, sado që të mundohesh, nuk është momenti. Pra, le të themi dita për ditën e martë nuk është momenti për të sjellë një ndryshim, për të
provuar diçka të re, për të munduar të sjellësh zgjidhjen diçkaje, është më mirë të lësh gjëra të rrjedhin. Pra, lëri një gjë të rrjedhin është më mirë ashtu. Kur të vi momenti ato do zgjidhen vet. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë sjell zgjidhje problemesh, por si, duke ju vënë juve para përgjegjësisë, do me thënë, është si të kesh një gjyqtar që të thotë, ose një person që të kritikon dhe të thotë, qa problemi ka? Realisht ka asnjë problemi. Gjithë problemi është vetëm në mendjen tënde, ndaj ashtu si kurse veten e futen në këtë mesele, ashtu edhe vetë mund ta nxjerrësh prej andej pa pasur nevojë për asnjë lloj ndihme. Pra, kuptoni se çdo gjë është psikologjike dhe bllokesa është në trurin tuaj, dhe duke kuptuar këtë gjë, atëherë arrini dhe të zhbllokoheni nga vetë gjë se çfarë problemi ka secili prej jush. Në një marrëdhënie në çift, nga një fiksim që ka ndaj dikujt, nga një problem që i duket sikur është problemi i gjitha problemeve, por në fakt është thjesht një pjell e imagjinatës tuaj, e kështu me radhë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte favorizon shumë përcjelljen e lajmeve. Mënyrën se si kujdesi do i përcjellni ato, duhet të kuptoni që mbani përgjegjësi për sa i përket përcjelljes së informacionit apo të mesazhit që më parë ju shpërcjell juve. Pra, çekojeni, do t'ju çekojeni shumë mirë informacionin përpara se ta përcjellni atë, që të evitoni gabime. Nga ana tjetër favorizojnë çdo lloj bisedimesh dhe sqarimesh. Një person që mund të kthehet nga e kaluara do ju sqaroj, do ju shpjegoj arsyen pse iku, pse u largua, ose pse nuk mund të kthehet më me ju, pse nuk funksionoi ose pse nuk mund të funksionoj. Favorizohen shumë çështje që kanë të bëjnë me rishikime kontratash, ose me analiza kontratash, ose nënshkrime kontratash, do me thënë rinovime kontratash në total. Dhe është dita gjithashtu që favorizon studimet, do me thënë çfarëdo që ka të bëjë me studimet, ja ku jemi. Dhe në raste të caktuara do thosha edhe se dalin në pa sekrete. Pra merrni vesh gjëra që nuk i dinit. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte favorizon financat, dhe sidomos financat që vijnë nga tregtia, apo që është një ditë që me të vërtet marrëveshjet që shkruani, nënshkruani, mblidhni, lidhni, ç'a bëni, duket se përkthehen në fitore të madhe me financa që ecin shumë mirë. Për disa të tjerë tregon eksperienca të reja jete, ose fakti që duhet të shkoni me rrjedhën e gjërave dhe kjo prap ju del me sukses. Për disa të tjerë tregon vështirësitë që keni kaluar, por që më në fund ja dilni të mbizotëroni mbi ato dhe sigurisht jeni fitimtar. Unë do qëndroj tek paraja, sepse kjo është kryesorja. Përsa i përket analizës së kësaj letre, pra dita e premte favorizon financat, paran, që ta kuptoni, pasurinë, kështu që varet se çfarë dilli ose marrëveshje do të nënshkruani secili prej jush, por që duket se ju përkthehet në para. Ose çfarë do eksperiencë të kaloni gjatë asaj dite, do të jetë një eksperiencë jete, që nuk do harrohet kollaj. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e tashethemeve, pikë së pari, kështu kujdes mos merrni pjesë në tashetheme, qëndroni larg këtyre, mbani larg kurreshtarëve, planeve, projekte të rëndësishme që keni derisa ato të jenë të realizueshme. Është ditë favorizon çfarëdo lloj gjëje duhet të mbetet e fshet. Është një ditë që favorizon shumë çështje biznesi, është një ditë që favorizon shumë lajmin e fshet, që do të mbetet e fshet, domethënë, dhe është një ditë që për të gjithëve që jeni vetëm, mund të sjellni në jetën tuaj personin e jetës tuaj, kështu sikurse po e them, pra të keni shumë fat në dashuri. Mund të çojë disa prej jush konsultime pune, por do shijoni edhe vet, sepse keni nevojë të shkëputeni disi, favorizon shumë çështje studimore dhe në total është hapja e syve që themi, domethënë, shumë prej jush do të ndërgjegjësohen përsa i përket asaj çka vërtet përfaqësojnë. Do me thënë është edhe një ditë ku spiritualiteti secili prej jush lartësohet i jashtë masa shumë, dhe intuita është po ashtu e lartë dhe duhet ta shfrytëzoni këtë gjë. E thënë e martën kur e interpretojnë shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, mblidhemi në shtëpi, festojmë, bëjmë mbledhje familjare, gëzojmë në familje, zgjidhen çështje problematika që mund të kenë të bëjnë me familjen tuaj, favorizohen shpërngulje për çdo që do të shpërngulet nga një banesë në një banesë tjetër, nga një truall në një truall tjetër, për çdo që duhet të mbrojë pronën e vet, për çdo që do ta trashëgojë atë pronë të vet, për çdo që do ta blej apo ta shesi një pronë. Dhe është në total ajo letra që tregon siguri materiale, po dhe mirëqenie
jo vetëm materiale, por edhe shpirtërore. Kështu që është letra e stabilitetit, si të thua, kështu që kështu mbyllet java për ju me një arritje të madhe për sa i përket stabilitetit tuaj ekonomiko-financiar, material, shpirtëror dhe fizik gjithashtu. Përshëndetje, përshëndetje shqiptari, dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle në javë të re me muaj të ri, që normalisht për ju të fund të dhjetëçit të parë dhe të dhjetëçit të dytë, kjo hëna e plot, më falni, që është zhvilluar sot në shenjën tuaj, keni parasysh deri në datën 5 është shumë aktive. Pra çfarë do logjie solli me vete, do e mbarti me vete deri aty nga data 5 e muajit të ri, që do të thotë çfarë do logjie duhet të iki, të largohet, të mbyllet, çfarë do logjie do ta kuptoni mirë se është krijuar si një realitet i ri. Por prap ka mundësi të ndërhysh për ta ndryshuar nëse do, nëse s'të pëlqen, atëherë me këto çështje do të jeni të angazhuar ju të dhjetëçit në fund të dhjetëçit të parë me fillimet të dhjetëçit të dytë. Ju të dhjetëçit të parë gjithashtu aty nga fundi i muajit do gëzoni kur ai Jupiteri të kalojë në shenjën e Luani, të fillojnë ndryshe gjëra të lëvizin për ju, me thënë të drejtën. Dhe është një pozicion goxha i mirë që favorizon si shenjë zjarri që jeni. Në total është një muaj i cili nëse e merrni me qetësi dhe i masni mirë veprimet e lëvizjet tuaja, mund të sjelli gjëra të bukura. Por parashikimet e muajit si do që të jetë do të shikojmë në analitike se çfarë bëhet me to në YouTube Zodiac Oracle ose këtu në një moment tjetër. Unë t'ju kujtoj se për të rezervuar takimin tuaj në privat, mund të më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita e vështirësive, pra është ai që u thash. Këtu ju e dini çfarë kryqi, po mbani ende mbi supe, çfarë ngarkesa, çfarë problematika, çfarë trysnie, për çfarë po sakrifikoheni, çfarë sakrificash po bëni ende, por janë të fundit këto. Këto janë të fundit para një rilindjeje të madhe, para një zhvillimi të bukur që po vjen në jetën tuaj. Pra kjo është lindja e fundit të cilën po kaloni ose sfidat e fundit me të cilat po përballeni apo sakrificat e fundit që po bëni për një person, një marrëdhënie, një punë, nuk e di, një çfarë do gjë qoftë. Në fund do të përkthehet me sukses, me arritje dhe me vlerësim. Përsa i përket ditës së martë, fiton ndjenja, fiton arsyeja, fiton çfarë themi tani, e mira, nëse doni ta themi dhe kështu. Për çështje shëndetësore, gjërat ecin mirë. Një shëndet, domethënë, kush ka pas problem me shëndetin, duket se po ja gjen zgjidhjen. Përsa i përket financave, avash stabilizohemi. Këtë ditë, fjalët që thuhen janë të sinqerta, janë të vërteta, janë të ndjera. Dhe shumë fjalë të bukura do të thuhen dhe me të vërtet do ja vlej. Shumë e bukur si ditë, më pëlqen përsa i përket energjisë pozitive që mbart me vete, por dhe faktit që për shumicën e problemeve që keni kaluar, duket se arrihet një farë mirëkuptimi, arrihet një farë stabiliteti, arrihet një farë bashkëpunimi dhe premtimi se çfarëdo lloj gjëje ishte, çfarëdo gjë ndodhi, prej këtij tutje mund ta nisim përsëri nga e para dhe të jemi me të vërtet mirë. Pra gjërat fillojnë dhe lëvizin mirë. Edhe korrigjohen atje ku kanë ndodhur gabime apo gjëra të këqija. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ju sjell pikërisht atë një lajm që mezi po e prisnit, se është një shkresë e rëndësishme, se është një dokument i rëndësishëm, se ka të bëjë me këto dokumenta tuaj që mezi prisni pjesa më e madhe, me aprovimin e një kërkese tuaj ose një CV që keni nisur një kompani apo nuk e di se ku për të filluar punë, duket se aprovohet. Pra përmes kësaj shkrese, duket se ju jepet mundësia për të lëvizur me jetën tuaj dhe ju çelet drita jeshile për të pasur sukses atje ku mezi po e prisnit, pra që të ndodhte kjo gjë. Dhe në rastet e caktuara tregon edhe rikthime ose dikush i cili shfaqet ose rishfaqet jetën tuaj dhe kjo gjë sigurisht që varet se do ju gjej, ju surprizon, ju gëzon, të shohim si do ju marrë se cilin prej jush. Një kërkesë juaja edhe mund të aprovohet ditën e mërkur. Përsa i përket, dhe ra në shesh dita e njëte, po a them unë se çfarë është, ditën e njëte çfarëdo lloj gjëje ka të bëj, ndoshta s'do besoni. Pra çfarëdo lloj gjëje ka të bëj ditën e njëte me iniciativa, nisma të reja, mundësi që ja jepni vetes tuaj ose ju japin juve të tjerët, çfarëdo lloj gjë të re që do të sjellin në jetën tuaj, këto gjëra gjitha favorizohen. Pra, hidhni hapin, çdo gjë është e mundur dhe e realizueshme, madje do thosha favorizon këtë ditë ata që do guxojnë vërtet ta hedhin një hap drejt një së ardhmeje. Përsa i përket dashurisë, një person i ri po shfaqet në jetën tuaj dhe është shumë premtues. Kështu që shikojeni këtë gjë me kujdes.
këne martëm në kurejnde. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte ju mundson të ishni qafe çfarëdo gjë nuk ju shërben më. Një mendim, një zakon, një fiksim, një pritshmëri, një dhimbje, një çfarëdo gjë qoftë, psikologjike ose fizike, për gjithë juve për shembull që do i nështrojeni një ndërhyrjeje, për të hequr një mas apo për të hequr diçka në total, duket se ikën e vjetra për të ardhur e reja. Pra ikën çfarëdo gjë duhet të iki, në mënyrë që të hapet rruga dhe të vijë ajo çka duhet të vi, ose ndryshon një situatë e vjetër sepse duhet të pasojë ajo e reja. Kështu që kështu i bie dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e stabilitetit. Stabilizojnë, para njërë stabilizojnë mendimet tuaja, mendërisht qartësojnë, jenë të kthjellët. Favorizojnë çfarëdo gjë ka të bëjë me punën mendore. Pra, nëse merrni punë me vete, është mendore, është proces mendor, është të menduarit, të komunikuarit, të përcjelljes të informacionit, të ideve, atëherë kjo ditë favorizon jashtë mase shumë. Dhe çfarëdo bisede do të bëni, do të ketë një natyrë shumë të lartë ose një nivel shumë të lartë intelektual që sigurisht ju mundëson edhe ju hap dyert në rrethe shumë të rëndësishme shoqërore, të larta shoqërore. Përveç kësaj, për pjesën më të madhe për ju tregon se do të gëzoni shëndet shumë të mirë prej këtij tutje, për që keni pas probleme, për të gjithë juve që keni pas një jetë të paqartë, të pasigurt, dhe përsa i përket aspekt ekonomiko-financiar, tregon një farë stabiliteti prej këtij tutje, pra jeta juaj po stabilizohet, do të ndjeni mirë për faktin se ja keni dalë me këto gjëra ditën e shtunë. Përsa i përket ditës së diel, këtu një sukses shumë i madh. E para njëherë kush është në art, në muzikë, në sporte, në sipërmarrje, në të bukur, në mod, në çfarë të them tjetër ka kjo më Raman, në organizime eventesh apo spektaklesh, atëherë si do thua ashtu suksesi është jashtë masa shumë i madh. Për të gjithëve që jeni personazhe TikToku, ose ti je personazhe publike, fjala juaj ka shumë rëndësi dhe imazhi juaj gjithashtu ta përdorni si duhet, dhe në total fare do thosha jeta juaj tani po lulëzon. Me çfarëdo gjë mund të sjellni me vete, një sukses në punë, një sukses në aspektin personal, një fejes për shembull, një fëmijë që vjen në jetën tuaj, ore thjesht vjen një ajër i ri, po lulëzoni. Po lulëzoni dhe shfrytëzoni se ju e dini shumë mirë, lulëzimi nuk zgjat shumë. Është një proces, kështu që për sa kohë zgjat mundoni ta shfrytëzoni dhe të merrni maksimalen prej saj. Përshëndetje, përshëndetje Blitzjapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj dhe sigurisht në këtë muaj të ri. Tani nuk besoj se ka përfaqësues të dhjetëdiçit të dytë, të fund të dhjetëdiçit të parë me fillim të dhjetëdiçit të dytë të shenjës tuaj që javën që e lan pas ta ketë pas të lehtë, nuk besoj. E pamundur të mos keni pasur një problem diku, një përplasje diku, një keqkuptim diku, një acarim nervash diku, të humbje para, gjë të tilla, domethënë s'ka mundësi të mos i keni kaluar këto gjëra, sidoqë të jetë durim deri nga ata 5 të paktën qershor, pastaj situatat fillojnë edhe shtrohen. Juve të dhjetëdiçit të dytë jeni në ndikimin e Saturnit nga shenja e Dashit, sepse ka kaluar në dhjetëdiçin e dytë ai, aty dhe ju trysnon, me thënë të drejtën, goxha. Përsa i përket do mund çështjeve familjare ose situata që ju kujtojnë të kaluarën, situatat e kaluara do të marrin fund, juve me veten tuaj se ku qëndroni, ku jeni, çështje shëndeti, bëni kujdes me pronën tuaj. Në total me gjëra të tilla, muaj thash jep mundësi dhe për të realizuar dhe për të zhvilluar dhe për të pasur sukses, po dhe tund kambanat fort përsa i përket rrezikut që mbartin këto gjëra me vete. Kështu që me kujdes them se ja dilni. Fundja jeni shenjë që ju i përkisni atyre shenjave që jeni si Feniksi, digjuni sa të doni prap nga hiri juaj do të lindni juve. Kështu që nuk ka kanë frikën. Megjithatë me kujdes. Tani, për sa i përket parashikimeve të muajit, sigurisht çdo herë në YouTube ose edhe këtu si ta shohim. Për sa i përket parashikimeve personale, ama më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Tani, për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë favorizon ose sinjalizon fillime të reja. Shpërngulje nga një vend në një vend tjetër, nga një shtet në një shtet tjetër, nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, një fillim i ri në një vend të ri pune, një thjesht ajër i ri që po vjen në jetën tuaj, pra diçka që po nis nga e para, ose që favorizon të nisi nga e para, një fëmijë, një shtatzani, një dashuri e re, çfarëdo gjë qoftë, tani po shkruhet si histori kjo gjë, sa po ka nisur, të shohim se si do të bitiset. Dita e martë sjell diçka edhe më të madhe akoma që përkthehet si një ëndër
në realitet. Do me thënë këtu një ndër e juaja duket se kthehet në një realitet shumë të kënaqshëm. Pra favorizojnë artistët dhe kushdo tjetër që e përdor frymëzimin dhe punën krijuese si mënyrë të vetë të mbjetesës, një frymëzim që do të keni ka për të lënë impakt shumë të rëndësishëm dhe në jetën tuaj, po dhe në jetën e shumë njerëzve të tjerë, sidoqë që të jetë një ndër bëhet realitet ditën e martë për ju. Për sa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë kujdes nga gabimet që i keni bërë dhe i bëni në mënyrë të herpastërshme. Pra, që të mos i rrezikoni, mos të vini në rrezik këto nismat e reja, këto mundësitë e reja, këto realizime kaq të bukura me gabimet tuaja, mundohuni të mos bini pre gabimeve që bëni her pas here, që nuk është herë e parë, por që është e disajta herë përsëritur, me mundësi që jepni personave që nuk duhet, me veten që nuk e kontrolloni siç duhet dhe varet çan nxjerrni nga goja dhe si ja prishni mundsinë vetes, është një ditë kaotike në vija të përgjithshme dita e mërkurë, ku mund të bëhen shumë gabime në punë, në aspektin personal, ekonomiko-financiar, me shpenzime që dalin papritur, me persona që kanë tendencën t'ju manipulojnë, gënjejnë, mashtrojnë, të përfitojnë nga mirësia juaj, disponibiliteti juaj e me radhë, kujdes. Është një ditë që është me rrezikshmëri të lartë, prandaj po ju them kujdes gabimet, kujdes kaosin që mbizotëron në mendimet tuaja, në veprimet tuaja, persona që mundohen t'ju shfrytëzojnë dhe gabimet të së kaluarës që nuk i keni zgjidhur ende me to çështjet dhe problemet dhe marrëdhëniet dhe lidhjet dhe duhet t'jepni fund pikërisht tani këtu. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e fitimeve, po pas sfidave, do me thonë, do përpiqeni shumë para se të keni sukses, por rëndësi ka që suksesi është i garantuar. Kështu që për një çështje ligjore gjyqësore, me sa duket e gjeni të drejtën tuaj, drejtësia vjet në vend. Për një çështje me natyrë ekonomiko-financiare e shlyeni një borxh ose e keni ose u ashlyen një borxh që ju kanë. Për sa i përket dashurisë, sado egoistike mund të ketë qenë prap gjendet ajo mirë kuptimi dhe kuptohet që ndjenja është e vërtetë dhe vazhdohet më tej. Për çështje prindërimi dhe përditshmërie dhe çfarëdo lloj gjëje është kaotike në jetën tuaj dhe frenetike, thash, çdo përpjekje, çdo mundim dhe çdo përkushtim shpërblehet dhe do shpërbleni shumë mirë përsa i përket kësaj gjëje ditën e njëjtë, po sigurisht në financa një herë dhe në moral, çfarëdo gjë u lidh me moralin, që nëse dikush u kanë më qaf apo diku jeni keq kuptuar me dikë, duket se gjërat ecin mirë, domethënë do e gjeni gjuhën e përbashkët përsëri. Tani, përsa i përket ditës së premte, për sa i përket ditës së premte, prap kujdes, domethënë ju jepet mundësia me sa shikoj brenda javës të korrigjoheni ose të korrigjohen situata. Ju nuk e di pse këmbguli të bëni prap gabime, sidoqë që të jetë, është përsëri dita e gabimit ose e vetë ndëshkimit që mund të çojë deri në paranoia. Kështu që kujdes veset, mos i riktheheni atyre, kujdes gabimeve që i bëni dhe i ribëni dhe që kanë të bëjnë me ju lidhin çike edhe me moralin tuaj këto gjëra. Kujdes domethënë me këtë pjesë. Mos lejoni që situata të caktuara t'ju bëhen vendëshkim, ose të shërbejnë si një vetë ndëshkim. Kjo është një mundësi shumë e mirë që e keni që të shkëputeni nga situata të tilla siç po i përshkruaj, të ishni qafe persona që ju bëjnë të ndjeni të pakët të vegjël me kthimet dhe riktimet e tyre për t'ju lënë përsëri në hiç. Është dita pra për të vendosur ju se si do të korrigjoheni, në mënyrë që mund të vazhdoni përpara triumfator. E hënë e martë në kurejtë e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë fati. Një moment i vogël që ndryshon gjithë çka. Dhe është e përgjithshme. Është në dashuri, është në financa, është në një mundësi që kërkon të jepet dhe të jepet, është aty dhe mundohu ta shfrytëzosh. Dhe përsa i përket ditës së diel, edhe më shumë sukses akoma, sidomos si përmarrjet tuaja, ju që jeni business woman, businessman, pra si përmarrës në biznes, punoni me financa ose lëvroni para në duar tuaja në total, juve që jeni në art, në mod, në sektorin ose biznesin e bukurisë, në të tilla gjëra, domethënë, këtu keni shumë sukses, por gjithashtu keni dhe sukses personal të tipit shumë prej jush do finalizohen në një bashkëtesë, martesë, fejes, ose në një njohje ose një lidhje që do premtoj shumë përsa i përket ardhmes, ose në një çështje prindërimi që mezi po e prisin dhe ja ku e keni më në fund. Por që e rëndësishme është që ditën e diel, pjesën e madhe për jush kupton se avash po stabilizohet në jetën e vet. Përshëndetje një ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në këtë javë të re dhe muaj të ri, që për ju normalisht parashikohet
optimal, do thosha. Mos harrojmë Plutoni është ende në shenjën tuaj, ju fuqizon, po do jep mundësi që të zhvilloheni sigurisht dhe përgjatë linjës së këtij muaji gjithashtu edhe Jupiteri do të kalojë në shenjën e Luanit, kështu që diçka do meni edhe ju sido që të jetë. Po që në total duket se është një muaj i cili ju favorizon për të arritur qëllimet dhe objektivat tuaja. Tani në qoftë se javën që kaloi keni pas pak të vështirë, e keni pas sigurisht që keni pas jo vetëm ju, po edhe të tjerë si puna juaj, atëherë le të themi që do i ndjeni pak pasojat e javës që kanë pas edhe brenda qershorit, po deri aty nga java e parë e tij, më pas gjatë fillojnë edhe qetësohen mjaftueshëm do thosha. Tani, përsa i përket parashikimeve të muajit do flasim më gjerësisht, sigurisht dhe më analitikisht. Përsa i përket parashikimeve personale, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj sigurisht në privat. Përsa i përket ditës së hënë, pra thash, ende do me thënë, ju ndjekim nga pas gabime ndoshta që keni bërë në javën që lan pas, ose situata që lidhen me të kaluarën, me mashtrime, gënjeshtra, manipulime, humbje ekonomiko-financiare, investime të gabuara që mund të keni bërë me financat tuaja, shpenzime që mund të kenë dalë papritur, por që sido që të jetë jeni akoma në këtë linjë ngjarjesh dhe situatash derisa të kuptoni se duhet të jepni ju një farë drejtimi. Në qoftë se keni rezervuar një takim apo duhet të shkoni diku apo të zgjidhni një situatë që psikologjikisht ju rëndon jashtë masë shumë, do ju dali për mirë, por si fillim e merrni me pak ngarkesë. Nëse do të udhëtoni, se do ta thosha një sa se tash, kujdes, siguroni dokumentacion të rëndësishëm, para, do me thënë të mos bini pre mashtrimeve, të përfitimeve të tjerëve, kurtheve, dhe përsa i përket shëndetit, duhet t'i bini pak nga pas shëndetit. Nuk e di se pse keni lënë pas dore, por që bëni mirë nëse ndjeni farë shqetësimi, t'i shkoni këtyre gjërave nga pas. Përsa i përket kujdes shpenzimet e tash, kujdes përsa i përket ditës së martë, zgjidhen situata të caktuara, apo zgjidhen sepse thjesht ju jepet e qartë tabloja, ashtu sikurse realisht është, domethënë do i shikoni gjërat për ato çka janë. Dhe duke i parë gjërat për ato çka janë, duke zbuluar të vërtetë për ato çka është, do merrni dhe ju ato mendimet tuaja dhe të detyruar do mbyllni një farë situate, një farë marrëveshje, një farë marrëdhënie, por për të ecur për më mirë. Pra, e mbyllni një derë, por hapet një derë tjetër. Pra, në varësi të zbulimeve apo të vërtetave që kuptoni, duket se merrni dhe ato vendime tuaja shumë të rëndësishme, por që u dalin në sukses. Iku dhe kjo, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është një ditë me ulje ngritje, me thënë të drejtën, është mirë të mos merren vendime me plan afatgjat, është mirë të mos merrni vendime fare, as të mos pozicionoheni duke dhënë mendimin tuaj, mundohuni të jeni sa më apartjak, do të thënë të mundoheni të mos përfshiheni në situata, biseda dhe gjithçka që mund t'ju rëndoj psikologjikisht, më vonë të thoni ç'mu desh. Kështu që është një ditë, sikurse thash, me paqëndrueshmëri dhe ju të paqëndrueshëm do të jeni në lidhje me psikologjinë tuaj, pra me hënë keni për të qenë brenda kësaj dite, ndaj dhe po ju them, mos merrni vendime të rëndësishme dhe mos u përfshini në gjëra që nuk jeni gati as të diskutoni dhe as të pozicionoheni, sepse do të bëheni pishmund për gjithçka keni thënë ç'u desh vërtet. Kjo është ideja. Në qoftë se do dalin vonesa, bllokesa, shtyria fatesh, mundoni të ruani qetësim. Të përkohshme do të jenë fundja, por që ruani qetësim. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte sjell përfundimin e çështjeve të caktuara me natyrë ligjore, gjyqësore, administrative, një ndarje që vjen përfundimisht, një vendim përfundimtar të vazhdojmë ose jo. Anon kjo letër më tepër për nga jo, pra një marrëveshje pune nuk do të zgjasë më shumë nga çka zgjatur. Një proces ligjor mbyllet këtu dhe normalisht nuk jep shpresa për sa i përket rezultatit, do me thënë personi nuk lihet i lirë, por do të vuaj dënimin. Për gjithëva që kanë vuajtur dënimin ama, është e kundërta, lirohen. Është dita e thash, përmbylljeve, ultimatumeve, momenti i fundit i diçkaje, por në fakt vjen edhe me një premtim shumë të rëndësishëm kjo letër, për të gjithë juve që po mbyllni një cikël 10 vjeçar, ta marrim shumë me vjeçar, 10 vjeçar, 7 vjeçar,
5 vjeçar, 3 vjeçar e gjysmë ose 1 vjeçar vështirësisht të mëdha, atëherë le të themi që nuk do përsëriten më ato situata që ndodhen gjatë këtyre periudhave që po i përshkruaj. Por vendimet që merret janë përfundimtare dhe fjalët që thuhen janë ato që thuhen. Nuk ka jo po më, kjo po vë, kjo po dal tash, nuk ka më. Ajo që thuhet ajo është e njëjta kjo. Por sa i përket ditës së premte, dita e premte na ke lënë uratën, i themi neve kësaj. Ditën e premte gjithçka u mbyll mbaroi, domethënë është vazhdimësia e ditës së sejtë. Përfundimisht ka mbaruar dhe nuk ka më kthim pas. Dhe ju kuptoni se jeta kështu e ka, dhe jeni detyruar të pranoni se edhe humbjet duhen pranuar dhe të vazhdoni përpara. Në raste shumë të veçanta, u kam thënë 1 herë, simbolikën e kësaj letre tregon se një person të largohet nga jeta juaj përfundimisht, tregon një vdekje në një personi. Në total tregon rigjenerim, tregon zhvillim, rizhvillim ose vazhdimësi prej atje ku e lam. Me thënë, tregon se diçka duhet të mbaroj ose ka mbaruar dhe jam i detyruar ta pranoj në mënyrë që të mund të eci përpara. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e suksesit nga ana tjetër. Pra, shumë prej jush mbas e fejohen, mbas e martohen, mbas e bëjnë prindër, mbas e kanë bler shtëpi do vemi t'urojnë për shtëpinë e re, mbas e marrin dokumentat, mbas e ku dëgjon çfarë lloji fitore qoftë kjo, është shumë bukur, na bëhet qefi, do themi suksese dhe më lart inshallah. Lart e më lart inshallah. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e ankorimit, do të thotë që diku hidhni bazat tuaj edhe ju, por pasi keni kuptuar se atje ku ishit nuk mund të vazhdonit më, do me thënë jeni detyruar të kuptoni se këtu ku jeni në këto kushte që jetoni, punoni, nuk ka realizim, do me thënë nuk keni çfarë të prisni më, po kalbeni, po mbaroni dhe duhet të lëvizni, dhe aty pret dhe suksesi. Për të gjithë juve që keni guxuar këtë gjë, pasi keni kuptuar to që po them, suksesi ka arritur, në total tregon si për njërin palë dhe për palën tjetër, se suksesi do të jetë afatgjatë dhe atje ku do të shkoni si vazhdimësi në një vend të ripune, në një marrëdhënie të re, në një shtëpi të re, në një qytet të ri, në një shtet të ri, në çfarëdo gjë qoftë, aty do të jeni një rënë, do të jeni shumë të lumtur dhe shumë të realizuar. Përshëndetje një peshqve, ja ku jemi përsëri, ja ku jeni përsëri këtu me mua në Zodiac Oracle. Në parashikimet e javës, po sigurisht mos harrojmë që mi dheni një muaj të ri, prej nesër e tutje, një muaj i ri që nis me Merkur në Gafore, që për ju është një pozicionim shumë i mirë, do thosha. Favorizon çfarëdo gjë ka të bëjë punën krijuese, çfarëdo gjë ka të bëjë me nismën e një projekti, aprovimin e një projekti që doni të nisni tani, projekti pune, biznesi, sipërmarrje, çfarë doni ju të jetë ai, për disa mund të sinjalizoj një shtatzani, pra mund të merrni lajmin se do të bëheni prindër, shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë. Çfarëdo gjë që lidhet me fëmijët tuaj sjell lajme të mira dhe pozitive, dhe çfarëdo gjë aktualisht është në Gafore favorizon 10 diçin e parë, po dhe 10 diçin e tretë për të pasur pikërisht këto gjëra që po them. Pra ky muaj është ecën mirë, nuk ecën keq. Me financa duhet të bëni kujdes për ju të 10 diçit të parë, për sa i përket faktit se Neptunin e kemi në shenjën e dashit, aty mund të bëni gabime, të nxituara madje, për sa i përket financave. Dhe për ju të 10 diçit të dytë, Saturni nga ana e dashit përsëri përsa i përket financave ju tregon gabime që keni bërë dhe kërkon që të korrigjojeni në kohë. Në total nuk mund të them se është një muaj i keq. Është një muaj që do eci kështu u them. Do eci. Nëse për t'i parë këto gjëra analitikisht do i shikojmë sigurisht dhe do i shikojmë dhe në YouTube, po ndoshta edhe këtu, edhe mund të postoj ndonjë gjë. Përsa i përket parashikimeve personale, e dini vetë më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Tani, përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë e para një që kjo tregon eksperjenca të reja, një eksperiencë e re jete, horizonte të reja që hapen para jush, mendja juaj që ndriçohet, iluminohet, i shikoni gjëra ndryshe. Pra çfarëdo eksperiencë e re po nis tani ose çfarëdo gjëje ju çon në një eksperiencë të re, kjo do jetë eksperiencë jete, të cilën jo vetëm do e harroni, por është një rrugëtim i ri, një rrugëtim i cili ju zhvillon gjatë procesit të vet. Gjithashtu është dita që favorizohen shumë çështje tregtie, çështje turizmi, çështje udhëtimesh dhe kontaktesh me jashtëtet. Dhe për të gjithë juve që burimin e të ardhurave tuaja e siguroni nga tregtia dhe nga klientela që ka të bëjë me jashtë, atëherë le të themi që këtu suksesi është shumë i madh dhe të ardhurat kanë për të qenë shumë të rëndësishme dhe të kënaqshme. Përsa i përket ditës së martë, kujdes tradhtin në
plot kuptimin e fjalës, siç e them, kjo është e tradhtis, e goditjeve pas shpine, o zote makinacioneve, nuk di si është kjo që po them. Bra kujdes, ju lutem shumë. Të paktën mos jeni ju ata që e bëni këtë gjë sepse gjuna. Pse? T'ja bësh dikujt atë që s'do të bëjnë ty, por të gjithë juve pastaj që jeni në situata që dikush po ju a bë këtë gjë, them se keni për ta marrë vesh. Dhe pastaj vendosni vetë çfarë do bëni me atë një individ. Por që kujdes, sepse është një ditë e tillë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur favorizon të gjithë juve që keni ndarë mendje të fejoheni, martoheni, bashkëtoni apo të lidhni apo të pranoni lidhjen e një marrëveshje apo një kontrate pune që ka dhe shumë përfitime materiale dhe ekonomiko-financiare brenda vetes së vet. Pra një marrëveshje personale ose profesionale duket se ju çon shumë afër suksesit tuaj dhe do zgjasë shumë në kohë, por edhe do sjellë shumë rezultate pozitive. Për sa i përket ditës së premtë, më falni të njëjtë, dita e njëjtë është ajo dita që do përpiqeni për të arritur një rezultat dhe gjithnjë dhe më tepër ta keni të vështirë të arrini këtë rezultat përmes vonesave, përmes keqkuptimeve, përmes për llogaritjeve të gabuara, ki parasysh për shembull shkon për të zgjidhur punë në një zyrë, dhe ti mendon se ke një dokumentacion e nevojshëm, por të mungon një dokument, edhe ose një përkthim nuk është bërë siç duhet, ose edhe ec ta korrigjosh, edhe ec ta në fund ja del, sigurisht ja dilni pra të keni rezultat në çfarëdo lloj gjë të hasni këto vështirësi, por aq i madh do të jetë mundimi se çdo dali përhundesh. Domethënë ajo fitore nuk do të shijohet. Dhe në fund të ditës edhe mund të thoni, po ta dija se do ishte kështu, nuk isha futur kësaj pune fare. Sidoqë të jetë është një ditë vonesash, është një ditë shtyrje shafatesh, është një ditë që nuk ju vjen suksesi kollaj, përkundër del nga hundët, dhe në fund ju lë këtë shije që po them, ta dija kështu do isha marr fare. Ndaj edhe me qetësi ditën e njëjtë. Ja dilni, por do shumë këmbgulje që të arrit aty ku duhet. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e fëmijëve dhe e fëmijës ose çiltërsisë. Kur themi fëmia duhet ta kuptoni, është i pastër, është i çiltër, është i hareshëm, është naiv, është i ka gjitha këto gjërat e bukura dhe ju pak a shumë disi kështu do të jeni ose do të dëshironi të jeni, të kujtoni edhe një herë pikërisht të lloj vlerash, të lloj tiparesh, për zotin çu shemi bërë kështu po ta mendosh, domethënë sa nga ne kanë kohë të ri të mendojnë si ishin fëmijë, apo po dëgjoj, ore ta marrin pushim një ditë. Ti përkushtemi vetes tonë. Nëse ju do ta tentoni këtë gjë, ditën e premte dhe nuk do ju dali keq. Vetëm kujdes. Nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme, ti merrni me logjik. Dhe jo au iu kiu fiu tralala, sepse ka dhe këtë gjë fëmia, nuk është me këmbë në tokë. Çfarëdo gjë pastaj lidhet me prindërimin, me çështje fëmijësh, me probleme që mund të keni pas me fëmijët tuaj dhe zgjidhjen e tyre, ja se ku e keni. Dhe në total është një ditë fati, që ta kuptoni që edhe sikur të bini, të rrezoheni, nuk pësoni keq. Si që edhe fëmijët që kuturu, bien vrien, por në fund mirë janë. Dhe mirë t'i kemi o Zot, e hënë e martëm kurrejtë e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë vendimesh të rëndësishme. Shumë prej jush janë në dilema jete, të vazhdoj në këtë marrëdhënie, mos të vazhdoj. Të vazhdoj në këtë vend pune, mos të vazhdoj. Ta hedh këtë hap, mos ta hedh. Duhet të vendosni. Domethënë nuk mund t'i shmangeni kësaj gjëje, harrojeni, në mos sot nesër duhet të pozicionoheni. Është fati juaj, është karma juaj që do ta çoni deri në fund dhe po, fal asaj që do të zgjidhni, do të përcaktoni fatin tuaj prej këtej në vazhdim. Por rëndësika që të zgjidhni. Rëndësika që të kuptoni se duhet të hidhni hapin, madje ky hap duhet të ishte hedhur prej kohësh, që mos u mbisni më kohë çfarë keni për të bërë, bëheni edhe të shkoj si të shkoj. Rëndësika të veproni. Dhe përsa i përket ditës së diel, kujdes, mashtrimin, gënjeshtrat dhe manipulimin që vjen nga persona me të cilët bashkëpunoni, persona që keni në shoqërinë tuaj dhe s'u duan të mirën, ose edhe në familjen tuaj sado e çuditshme mund të duket kjo gjë. Kujdes, sepse këtu ka po tradhti, sepse ju e dini se si është Delpra. Delpra dhe Korbi sigurisht këtu lart. Sido që të jetë janë dy figura të mençura, po dhe dinake, prej të cilave duhet të bëni shumë kujdes. Kështu që edhe ju, nëse keni hatur diçka që nuk shkon në marrëdhëniet tuaja me të tjerët, mundoni të jeni vigjilent, të kujdesshëm, që të evitoni mashtrimin, gënjeshtrat dhe manipulimet, që përpasoj vinë si, domethënë, sjellin një humbje goxha të madhe, dhe në imazhin tuaj, dhe në të thuash emrin tuaj, dhe në
qëndrimin tuaj dhe çfarë do gjë ka të bëjë me ju si individ dhe ato vlerat çfarë ju përfaqësojnë me pak fjalë. Kujdes, ta njerëz duan t'ju rrëzojnë autoritetin, t'ju rrëzojnë imazhin, edhe t'ju bëjnë të dukeni keq, në mënyrë që duken këta më mirë, ose vërtet ka të bëjë me një mashtrim të madh, që ju vë në rrezik dhe punën tuaj dhe jetën tuaj dhe gjithçka tjetër. Kështu që me kujdes, ju lutem shumë.